Mirë, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Për gjatë minutave në vim do të ndalemi dhe do të flasim sa i takon protestave të njëpasnjëshme, protestave masive dhe të fuqishme të cilat kanë shpërthyer në Turqi menjëherë pas arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit, Ekrem İmamoğlu, disa ditë përpara se ky i fundit kandidonte për president nga Partia Republikane Popullore e Opozitës, teksa sipas informacioneve dhe atë se çfarë njohim të paktën në politikën turke, İmamoğlu konsiderohet si rivali më i madh politik i presidentit aktual Recep Tayyip Erdogan. Prokurorët akuzuan İmamoğlu për korrupsion dhe ndihmën në një grup terrorist, duke dyshuar se ai është lider i një organizate kriminale. Por çfarë është duke ndodhur realisht sa i takon çështjes arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit Ekrem İmamoğlu, cilat janë akuzat kryesore të cilat rëndojnë mbi këtë të fundit, çfarë ka shprehur prokuroria, çfarë kanë shprehur organet e tjera të drejtësisë turke, pse pikërisht këto protesta në këto momente, çfarë ka ndodhur me këto të fundit, detajet dhe informacionet na i përcjell në një lidhje të drejt për drejt nga Izmiri, Sokol Brahaj, gazetar. Sokol, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, është kënaqësi. Sokol, përpara se unë të ndalem në detaje të cilat lidhen me protestat të cilat kanë nisur që prej ditës së djeshme, kam përshtypjen mos gabohem, ne duat të kem një panoramë të përgjithshme rreth figurës Ekrem İmamoğlu, kryetarit të Stambollit. Kush është İmamoğlu? Çfarë ka bërë İmamoğlu për Stambollin aktualisht dhe cilat janë akuzat të cilat rëndojnë mbi këtë të fundit? Po, Ekrem İmamoğlu është një 54 vjeçar që lindur në Trabzon, pranë detit të Zi, dhe rinin ose fëminin mund ta themi e ka kaluar në Stamboll, ku ka qenë firmen e ndërtimit të gjyshit e vet, gjyshit dhe të jatin e vet. Ka qenë një biznesmen në disa sektore të biznesit në fakt, dhe para 12 viteve ka hyrë, para 13 viteve ka hyrë politikës, duke qenë edhe kryetari i partisë Beylik Düzü, domethënë një mini bashkie të Stambollit, ku për herë të parë partia opozitare ja arrinte ja marri partisë Erdoganit, partisë qeverisë, domethënë një bashki, dhe kjo ishte fitoria e Ekrem İmamoğlu't dhe rritja e tij hap pas hapi në politikën turke, dhe më vonë, pastaj pas 5 viteve tjera, që i bie 6 vite më parë, Ekrem İmamoğlu nga partia e tij emërohet si kandidat me rivalin e partisë Erdoganit në Stamboll, ku ja arriti të marrë votat, edhe pse vetë në atë kohë qeveria dhe ish kryeministri i fundit i Republikës së Turqisë, pastaj kaloi në sistem presidencial, e mundi Binali Yıldırimi me 80-90.000 vota më shumë, por normalisht kyçëzoja turke me dëshirën e vetë presidentit Erdogan dhe qeverisë së tij e anulluan zgjedhjet e Stambollit, ku në qershor para 6 vite u ripërsëritën zgjedhjet dhe Ekrem İmamoğlu arriti të marrë jo 80-90 më shumë, por 800.000 vota më shumë në Stamboll. Pra, me pak fjalë, Ekrem İmamoğlu pas ka një popularitet të jashtëzakonshëm në Stamboll, apo jo, Sokol? Po, ka popularitetin shumë të madh në Stamboll, plus që është i vetmi lider politik, qoftë edhe nga ana lokale, domethënë për zgjedhjet bashkiake, është i vetmi lider që ka bërë 4 zgjedhje, dhe në të 4 zgjedhjet e ka mundur partinë e Erdoganit dhe Erdoganin. Dhe kjo është ajo që në fakt i ka dhënë popularitetin më të madh, jo vetëm në Stamboll, por në të gjithë Turqinë Ekrem İmamoğlu't, sepse është e pamundur që të mundte Erdoganin nga një parti opozitare, por ai ja arriti, kurse në zgjedhjet e vitit të kaluar, në mars të vitit të kaluar, ai bëri bujen më të madh, domethënë në historinë politike të tij, ku me një përqindje shumë të lartë ja mori përsëri me mbrojti postin e kryetarit të Bashkisë të Stambollit, po ashtu edhe nga ana e partisë e tij u pasgjedhë një vit më parë, nëse do fitonte opozita, do ishte zëvendës presidenti i parë dhe kryetari i Bashkisë së Stambollit dhe presidenti i dytë i opozitës, nëse do fitonte opozita, por aty pastaj ka filluar rrugëtimi
i problemeve juridike, politike të vetë Ekrem İmamoğlu, ku tashme finalizimi ka qenë ditën e pardjeshme pas dreke ku Istanbul University ja anulloi diplomen që ka marrë në 30 vite më parë në fakultet, ja anulloi diplomen dhe pa kaluar 2-13 orë të tjera, tashmë ditën e djeshme në orën 6:10 të mëngjesit në orën lokale të Stambollit, ai është arrestuar së bashku me 106 vetë të tjerë, ku 84 janë arrestuar në ato orët e para, dhe disa të tjerë janë arrestuar sot, por ende nuk i di me emrat se cilët janë arrestuar sot. Për çfarë akuzohet konkretisht Ekrem İmamoğlu Sokol, për cilat janë akuzat e ngritura të paktën nga ana e autoriteteve të drejtësisë turke? Autoritetet e drejtësisë turke, do të thonë Kryeprokuroria e Stambollit, e akuzon në 4-5 çështje. E para është që është më rrezikshme dhe më e keqja që mund të akuzohet njëri në Turqi është për terrorizëm, do të thonë për përkrahjes i terrorizmit, për përkrahjes i PKK-s, do të thonë PKK është ajo belaja e terrorizmit në Turqi që 40 vite, që mbi 40-50.000 ushtar janë vrarë nga terroristët e PKK-s dhe kjo quhet, domethënë kështu akuzohet që ka ndihmuar ato dhe për të ndihmuar ato ka bërë një grup, ka themeluar një grup shoqërinë e tina dhe ka sponsorizuar për të terroristë dhe për terrorizmin. Kjo është akuza më e madhe që me të vërtetë një akuzë e tillë në Turqi ka pasoja shumë të mëdha qoftë politike, por qoftë edhe ekonomike. Në bazë të kësaj zatën edhe dje orët e darkës ditës së kaluar, Turqia, shteti turk, ja sekuestroi edhe kompaninë vetë të jatit dhe të gjyshit të Ekrem İmamoğlu, për kompaninë e vetë të tij, İmamoğlu Inşaat, po ashtu domethënë ka pasoja shumë të mëdha, kurse tjetra është për korrupsion, tjetra është për shpërdorim detyre, që janë parë që është kryesore dhe që ka ndikim domethënë tek opinioni turk dhe jep, si thënë asaj, si mund ta themi domethënë në Shqipje, jep një joshje edhe opinioni turk ku thonë Ekrem İmamoğlu ka sponsorizuar terroristët e PKK-s, Po mirë, nga ana tjetër opinioni turk është vendosur në dieni, është përballur të paktën me faktet e këtyre akuzave Sokola. Kemi fakte të publikuara deri në këto momente? Se në një farë mënyrë duket pak e çuditshme që Ekrem İmamoğlu akuzohet për të gjitha këto të cilat ti the vetëm pak më herët dhe pas disa ditësh do të kandidonte si president për Partinë Republikane Popullore. Se ne tani e njohim shumë mirë edhe mënyrën se si udhëheq Recep Tayyip Erdogan, por kjo është diskutim tjetër. Po, në fakt këtë janë atë gjitha të pikat kryesore që lënë për të dëshiruar në të gjitha mënyrat, por do të thënë kjo që Ekrem İmamoğlu ishte I vetmi lider që e mundte Erdoganin dhe nëse I shohim domethënë të gjitha komunikatat, të gjitha prononcimet zyrtare të opozitës, ata thonë që nuk e mundën dot në zgjedhje, asnjë zgjedhje nuk e mundën dot Ekrem İmamoğlu, tani po e mund me ligj, por ligji I duhet çdo kujt, duhet edhe kur je në pozitë dhe kur je në opozitë. Jo vetëm kur je në pozitë duhet ligji, por edhe kur je në opozitë, sepse ai ligj është për të gjithë, domethënë me qenë I barabartë dhe këtu është një ndërhyrje politike, thot opozita. Totalisht kjo është një lojë politike dhe nëse shohim gjitha domethënë të rrethanat, pavarësisht se çështja e gjyqësorit është top sekret dhe nuk kemi asnjë të dhënë, vetëm çfarë flitet nga gazetarët, nga kolegët tanë që janë pro qeveritar, ata flasin me shumë gjëra, si kanë informacione normalisht, por zyrtarisht, domethënë, nuk kemi asnjë fakte për këtë. Ato që tregojnë në media sociale apo në disa media qoshesh është që gjoja Ekrem İmamoğlu ka marrë me miliona euro për të blerë një godim të Partisë Republikane Popullore turke, por edhe ajo nuk ka lidhje fare as me Ekrem İmamoğlu dhe as vetëm me aktualitetin e kësaj, por për të treguar në TV, në media sociale, për të thënë domethënë mbështetësve të qeverisë turke që ja këta si po vjedhin, është për të ilustruar atë që po bëjnë dhe vetë mos prononcimi I presidentit zotit Recep Tayyip Erdogan në orët e tanishme, domethënë në lidhje me këtë gjë. Kemi ende një reagim Sokol?
Jo, fare, dhe është për herë të parë unë ka një çerek shekulli që jam këtu, dhe është dhe Erdogani ka 22 vite që është në qeveri vetëm. Është hera e parë dhe është shumë interesante që për një gjë kaq jetike dhe kaq e rëndësishme për politikën, për demokracinë dhe për ekonominë e Turqisë, kur këtë të fundit do të hapë edhe dy thojza, mos më bërë asnjë lloj prononcimi presidenti, kjo le për të dëshiruar shumë, sepse pas arrestimit e Ekrem İmamoğlu't, bursa turke ditën e djeshme ka humbur 7-8%, po ashtu edhe lira ka humbur 9 deri në 12% ka humbur vlerë, ka rënë lira, ishte 39, shkoi 44, 43, tash nuk e di sa është të orët e fundit. Po ashtu në prononcimet zyrtare të bankave të Turqisë dhe të Kapalı Çarşısı së Stambollit, ku atje është gjithë bursa e Turqisë dhe floriri i Turqisë, ku edhe shqiptarët e njohin shumë mirë atë vendin atje, edhe atje ata prononcojnë që 9 miliard euro ka fut në treg Banka Qendrore Turke për të mbrojtur ekuivalencën, për të mbrojtur domethënë vlerën e dollarit, që ja jemi në rregull, nuk kemi kaos, nuk kemi asnjë problem, sepse gjithë njerëzit janë turp për të bler euro dhe dollar. Dhe për këtë 9 miliard dollar ka humbur në treg Banka Qendrore, ku edhe ditën e sotme një shifër maramendëse. Shifër maramendëse, edhe pse vetë kryetari i Bankës Qendrore Fati, më falë se nuk do të bëjmë tani, zoti Fati thotë që ne kemi rezervat tona të mjaftueshme për ta mbrojtur dhe nuk ta lejojmë këtë. Edhe ministri i ekonomisë dhe tregtisë, edhe ai tha që në asnjë lloj mënyre, por është një gjë që si të prezentojnë këtë çështje, për shembull në Europë, ku Turqia ka probleme serioze ekonomike, jetike, çdo gjë rritet, çmimet përditshme, qerat, vlera e rrogës bie, çdo gjë dhe çdo ditë, do thënë ka çmime këtu, ke kaq nesër, ke kaq pasdite bilet mund ta kenë çmim tjetër, dhe si të tërheq kë shtet, kë qeveri investues nga jashtë, normalisht që le për të dëshiruar, dhe mos prononcimi i Erdoganit deri tani, me sa duket ose me sa flitet në median turke, sidomos në median opozitare turke, thotë që Erdogani po le tani të testoj pulsin e njerëzve, sepse guvernatori i Stambollit, domethënë prefekti i Stambollit, ka dhënë urdhën që mos të ketë asnjë lloj grumbullimi njerëzish pas arrestimit të Ekrem İmamoğlu't deri ditën e diele në darkë, por nëse e shohim televizionet, qeveritarë nuk japin asnjë, normalisht, për opozitare dhe disa media zyrtare turke. Gjithë natën ka pas protesta shumë të mëdha në Stamboll, në Ankara, ku dhe nga këto kanë pas edhe arrestime, dhe përsëri sot kryetari i partisë. Mirë, regjia në këto momente është duke u përpjekur që të kap momentet kryesore nga transmetimet live të asaj se çfarë është duke ndodhur aktualisht në disa prej qyteteve kryesore, por Sokol, të paktën menjëherë pas arrestimit Ekrem İmamoğlu't ka patur edhe qindra arrestime të tjera, nuk e di sa është shifra e saktë në këto momente, por përfshirë këtu njerëz të tjerë të politikës, ka patur arrestime të gazetarëve, por edhe biznesmenve të ndryshëm. E kemi një shifër totale sa ka shkuar deri në këto momente numri të arrestuarve dhe përse, cilat janë akuzat që rëndojnë mbi këta të fundit, apo për përfshirje me afere në një farë mënyre të Ekrem İmamoğlu? Po, përgjigja është tek pyetja juaj e fundit. Janë 106 vjet që kërkohet flet arresti nga prokuroria për të, ku 84 janë kapur, janë arrestuar ditën e mëngjesit të ditës së djeshme, dhe sot janë arrestuar disa tjerë, por disa tjerë janë në arratje dhe kërkohen ashtu, por të dhëna zyrtare në këtë kemi vetëm kur ministri i punëve të brendshme Ali Yerlikaja prononcon në rrjetin social X, atëherë kemi të dhëna zyrtare, kurse të tjerat nuk kemi, por një gjë tjetër, 24 orët e para që është arrestuar Ekrem İmamoğlu, sipas të dhëna zyrtare të ministrit të punëve të brendshme Ali Yerlikaja, të publikuar mëngjesin e sotshëm në platformën X, thotë që 361 persona kanë vepruar, kanë hidhur Twittera, mesazhe të jashtëligjshme për të ngretur urrëtitjen në popull, dhe nga këto 62 janë jashtë shtetit, kurse të tjerët janë në Turqi, ku nga këto që janë në Turqi, 600 e sa që janë në Turqi,
34 për tyre janë arrestuar dhe vazhdojnë domethënë operacionet policisë për krimet kibernetike që të arrestohen të gjithë ata që kanë bërë që kanë ngrejt popullin në urrejtje për një tjetrin, sepse kjo është çështje e ligjit dhe jo çështje politike. Ky presidenti ynë nuk ka lidhje as pak me të dhe askush nuk i tregon dot shkopin drejtësisë, nuk i tregon shkopin prokurorit dhe gjyqtarit në këtë aspekt sa është numri të arrestuar dje në protesta në Stamboll dhe sidomos në Ankara dhe në Stamboll. Për këtë nuk kemi të dhëna zyrtare dhe nuk di çfarë të them, domethënë, por ndoshta në orët në vendit pas prononcimit të zyrtarit e Ministrisë së Punëve të Brendshme mund të flasin. Patjetër, ndërkohë ndalem pak në këto momente tek protestat e zhvilluara dhe protestat të cilat kanë përshtypjen janë duke vijuar apo jo, Sokol? Po, tashmë ditën janë pak më të ftohura, domethënë protesta, sepse vetë kryetari i Bashkisë së Stambollit, edhe pse prefekti i Stambollit, kryetari i partisë opozitare, edhe pse prefekti i Stambollit ka ndaluar të gjitha llojet e domethënë që të mbledhen njerëz bashkë të protestojnë. Të gjitha ai përsëri ka bërë thirrje që në orën e darkës, në orën 8:30, domethënë pasi që ngrënë iftarin nga që jemi për muajin e Ramazanit, përsëri ftojmë popullin në mbështetje të Ekrem İmamoğlu't, të kryetarit të bashkisë tonë, dhe të jemi këtu derisa ai të lirohet dhe e drejta të shkojë në vendin e duhur, sepse kjo është një akt një puç civil që i bëhet nga qeveria, nga vetë Recep Tayyip Erdogani, Ekrem İmamoğlu dhe opozitës turke, kurse siç e thash edhe pak më parë që Erdogani nuk ka bërë prononcim fare, presidenca ka bërë prononcimet e saj, ministri i drejtësisë ka bërë prononcimet e saj dhe në asnjë mënyrë nuk pranohet biles ata që e thojnë këtë që është një puç civil kundra opozitës, ata janë tradhparët e kombit dhe është një turp i madh për ata, por edhe për kombin tërë që emërojnë këtë fjalë puçe e të tjera. Dhe ku kanë qenë më të pozicionuara fuqishëm protestat e zhvilluara të cilat kanë nisur që prej ditës së djeshme, Sokol? A kemi patur trazira të cilat kanë shkuar mbase në përdorimin e forcës, përdorimin e dhunës dhe gjithçka tjetër që mund ta përshkallëzojë një protest? Po, në fakt, vetëm ata protestat e mëdha që kanë filluar dhe ka pas të paktën edhe dhunë, kështu është prononcuar edhe policia dhe ka bërë thirrje të njëpashershme që mos të arrim në provokime, sepse mes jush në Universitetin ODTÜ Middle Technical University në Ankara, studentët e atij universitetit janë quar në protestën e parë, më të madhe, ku kanë arritur të ulen nga universiteti, të zbresin në qendër të Ankaras dhe të shkojnë tek Ministria e Punëve, tek Ministria e Drejtësisë, ku normalisht ka pas edhe ndeshje me policinë, por të dhëna zyrtare nuk kemi dhe filmime nuk kemi, sepse janë të ndaluara totalisht, domethënë të jepen në median turke, dhe ato që jepen në media sociale biles, siç e thash pak më parë, ka dhe arrestime për këto gjëra. Por gjithsesi pika kryesore ka qenë studentët e Ankaras. Ne vijojmë të dalim në konkluzionin që regjimi i pushteti i Erdoganit mbase bëhet më i fuqishëm se kur. Është më i fuqishëm sepse siç dihet domethënë sepse të ketë gjithë këtë censurë të jashtëzakonshme, do të thotë që ke pushtet kudo. Ju keni mbyllur TikTokin atje dhe bën nami, apo jo, në Shqipëri që mbyllë TikTok, kurse këtu nuk është krejt problem, mbyllen YouTube-et, mbyllen kanalet televizive, mbyllen Instagram, mbyllen të gjitha, dhe kjo është shumë e thjeshtë, biles të dhëna që kam marrë nga kolegët e mi ku edhe pas disa orëve, edhe në një televizion turk u prononcuan kolegët tanë që në Stamboll, për shembull, aty media sociale po të thuash që është aq shumë e avash, sa që asnjë mesazh nuk ka nisur aty në tyje ti mua në WhatsApp, në atë vendin ku janë grumbullohen njerëzit. Domethënë censura në Turqi do të jetë, mund ta themi që është këtë gjë më normale në vitet e fundit, por gjithsesi do të pritet të hera në radhë parë edhe reagimi presidentit Erdogan dhe Erdogani ose për të marrë pulsin këtyre popullit se si do të reagojnë, sepse siç e thash edhe pak më parë, ka probleme jetike serioze në ekonominë turke, në jetën sociale turke, dhe Erdogani është ujku më i vjetër i politikës, jo vetëm Turqi, por në rajon, ku ditë të përdori çdo gjë në kohën e duhur dhe në vendin e duhur, ku kemi pas
okej, nuk kemi pas arrestimet e tilla, domethënë kryetarët e opozitës, por gjithsesi me puçin ushtarak, me Gezi Parku e shumë çastet e tjera, Erdogani ka ditë të luajë të bukur dhe Erdogani ditë të tregoj Shkopin atje ku duhet edhe forcën ditë të tregoj ku duhet, por nëse e shohim këtë, Erdogani ka dy lloje, ose tregon Shkopin atje ku duhet edhe thotë të i bjem kështu, ose tërhiqet totalisht prapsh, siç janë shembuj të shumt në Turqi e këtyre 10 viteve të fundit, ku nëse është një gjë që do të jetë kundër Erdoganit, domethënë do të jetë një revolucion popullor kundër Erdoganit, Erdogani i djeg, i përballon disa ministra ose quaj që e kanë bërë fetoistët, e kanë bërë Amerika, e kanë bërë agjencitë izraelite e të tjera, kështu fajsohet dhe është shumë interesante që ai ditë të luajë, domethënë këtë e njeh shumë mirë popullin e tina, edhe si do ta koordinoj opozita këtë çast, më të vërtetë do ta shohim, sepse për herë të parë po ndodh një gjë e tillë, edhe pse në fakt në Turqi është bërë krejt rutinë që partia në qeveri e presidentit Recep Tayyip Erdogan me urdhra normalisht të ministrave dhe të presidentit, shumë bashki, tashmë që po bëhet një vit që janë mbaruar zgjedhjet lokale, shumë parti tashmë ja kanë marrë dhe kanë dërguar administratorët e vet, njerëz më të besueshëm të presidentit Erdogan dhe të partisë dhe të AK-partisë. Gjithsesi se si mund të jetë, se çku mund të ndodhet, është një gjë që me të vërtetë do të shohim, a do të lëshoj rrugë, a do të lëshoj pe opozita apo Erdogani, këtë do ta shohim në vijim, por ajo që duhet të theksoj që vetë mos propozimi i Erdoganit deri në këtë orë, me të vërtetë që kjo nuk është një haber i mirë, domethënë për situatën, bëhet fjalë në Turqi. Gjithçka mbetet për tu parë. Sokol, unë të falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe detajet e përcjella për Fox News në këtë transmetim të drejt për drejt. Ishte kënaqësi. Faleminderit, gjithashtu për mua ishte kënaqësi. Mirë, ishim deri në këto momente me gazetarin Sokol Brahaj nga Izmiri, sa i takon të dhënave më të fundit rreth aktualitetit dhe asaj se çfarë duke ndodhur aktualisht në qytetet kyçe të Turqisë, me njëherë pas arrestimit të kryetarit të Bashkisë së Stambollit, Ekrem İmamoğlu. Ne shkëputemi në publicitet.